Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka konfirmuar se gatimet e servirura nga kompania Sorial ka helmuar studentët e Akademisë së Sigurisë. Në bazë të analizave të ISUV, AKU njoftoi se janë marrë 9 mostra tek ushqimet e kësaj kompanie, ku në një prej tyre është konfirmuar prania e baktereve të rrezikshme për shëndetin e konsumatorëve. Sipas njoftimit zyrtar, analizat treguan se makaronat kishin një ngarkesë mbi normë të bakterit Escherichia coli dhe B. staphylococcus. Pas këtyre gjetjeve, AKU shprehet se në bazë të kontrolleve të tjera që ka ushtruar në garnizonin Skënderbej, ambiente që Sorial përdorte për gatimin për studentët e akademisë, ka rezultuar se kanë qenë jashtë kushteve të higjienës. Autoriteti Kontrollit Ushqimor nënvizon se janë marrë masa për ndërprerjen e aktivitetit të subjektit Sorial. Gjithashtu vendos masa administrative me gjobë në vlerën 15 milion lekë të vjetra për ushqim të pasigurt dhe kushte jo të mira higjieno-sanitare. Ndër të tjera, AKU shton se subjektit ju la detyrë marrja masave për kryerjen e procedurës së azjesimit referuar produktit të bllokuar. Hetimi për skandalin e helmimit të 56 studentëve të Akademisë së Sigurisë po bëhet nga policia dhe prokuroria e Tiranës. Administratorja e kësaj kompanie Alma Tafani, pas disa ditësh në Arrati, është paraqitur në prokurorinë e Tiranës, ku ka dhënë dëshminë e saj në lidhje me këtë skandal. Ajo po hetohet në gjendje të lirë. Më herët policia arrestoi dhe kuzhinierin e kompanisë Kujtim Ballgjini dhe Kristiana Plaku me detyrë teknologe e ushqimit.